Снегот што почна да паѓа од утринските часови во Тетово го отежна одвивањето на сообраќајот, особено во планинските предели. Екипата на ТВ21 напладне го посети шарпланинскиот регион, каде што патиштата беа проодни, но исклучиво со зимска опрема. Жителите не изјавија дека иако камионот за чистење на патишта поминал, сол не била фрлена. Scompava una curciò. Scompava, ma dopo sono papà pa crep, pa curciò. Ma pa gjithëton ma shumë. Rrezik kuç është. E në shihera, e në këto. Nisa odha pa pastro është rrezik. Si që e shef një vjet është, nuk ka fort e merë. Nuk ka fort e merë. E shose me zinxhire? Po, me zinxhire se jam t'i bajt në ndalësit e shkollës. A ka Jo, përcajtë? tash ka kalon. Tash ka kalon. Me nëmgji do bëhet merë, do pastruaj. Po kaloi kamionin nalt, ka shku nalt, po është nuk ka kthej ende. Kraj pron? Krejp s'ka vjerë, për momentin s'ka. E pash se kaloi, ama krejp duket se s'ka. Од општина Тетово изјавија дека 6 возила за чистење на снег и екипите на јавното комунално предпријатие Тетово од радните утрински часови излегле на терен. Ekipet për pastrimin dhe mbajtjen e rrugëve janë në teren për shkak të treshjeve të bordës, po mundsojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve të Tetovës nëpër rrugët e qytetit dhe të Malësisë. Ekipet janë në teren, po punohet në pastrimin e rrugëve, gjithsesi edhe në hedhjen e krypës. Bëjmë apel të gjithë qytetarëve të Tetovës, veçanërisht të fshatrat e Malësisë, të vozisin me kujdes të kemë pajisjet dimrore. И во самиот град Тетово во предпладневните часови дел од улиците не беа исчистени, додека патот Тетово Попова Шапка, кој е под надлежност на јавното предпријатие Македонија пат, беше отворен за сообраќај.